gjëra kanë shumë rëndësi në jetë. Besimi, shpresa dhe dashuria. Ndonjëherë përballemi me sfida të cilat nuk i prisnim, me njerëz të cilët nuk na duan apo na sulmojnë pa arsye, që na krijojnë sfida të reja, të cilët na pengojnë për të ecur përpara ashtu siç do donim. Unë besoj fort se vajzat dhe gratë në politik mund ta bëjnë ndryshimin. Eksperienca ka treguar që aty ku vajzat dhe gratë marrin drejtimin, ka shumë zhvillim, ka përmirësim. Betejë ime me veten është të mos mbetem asnjëherë pa zë, aty ku duhet të flas, edhe aty ku realisht jo vetëm unë, po të gjithë njerëzit që kam rrotull të zgjedhin atë rrugën që është më e vështirë apo është më e mira për të zgjedhur. Kur shoh Ajrën dhe Reinartin në sy, ndjehem nëna më me fat në botë dhe ndjehem nëna më e fuqishme për të kaluar çdo sfidë. Forcën e gjej tek sytë e fëmijëve të mi. Fuqinë time më të madhe e marr në prerjen e nënës time. Etlira, mirë se erdhe në Bordeaux. Jemi në muajin dhjetor. Çfarë simbolizon për ju muaji dhjetor? Dhjetori simbolizon shumë gjëra të ndryshme. E para është shumë punë, afate për të plotësuar fundi i vitit, për të mbyllur shumë gjëra. Po patjetër që gjëja më e bukur e muajit dhjetor është atmosfera, është koha që kalon me familjen, është koha që kalon me fëmijët, janë ato gëzimet e festave, kështu që dhjetori është një muaj shumë kompleks, po edhe një nga muajt më të bukur të vitit. Si festoni me fëmijët? Ne kemi një traditë në familje që çdo fest, qoftë e vogël apo e madhe, e festojmë shumë. Edhe dhjetorin e kemi me merak të veçantë, e bëjmë pemën që shumë më përpara të tjerëve dhe e heqim shumë më vonë. Dhe kemi disa tradita tonat, drekën ose darkën e Krishtlindjes, dhuratat që bëjmë me fëmijët, atë kohën që kalojmë me të gjithë familjen e madhe, mundësinë për të ndihmuar edhe ata që janë në nevojë dhe që nuk i festojnë dot festat njësoj si ne. Kemi disa tradita të cilat i kemi vit pas viti. Cili është kujtimi më i dashur me Gertin dhe fëmijët gjatë festave që ju shoqërojnë gjithmonë? Kujtimi më i dashur është koha që kalojmë bashkë. Neve kemi bërë një pakt me veten dhe me njëri tjetrin kur u bëm me fëmijë, që nuk do t'ja merrnim asnjëherë kohën fëmijëve për gjëra të tjera, për punë apo për angazhime të ndryshme. Dhe kohën që kalojmë me fëmijët e kemi patur gjithmonë dhe e kemi dhe tani shumë të rëndësishme. Dhe dhjetori është një nga këto kohët ku mundohemi që t'i bëjmë. Jemi munduar gjithkohën t'i bëjmë fëmijët sa më të lumtur, jemi munduar që ata ta shijojnë deri në fund atmosferën edhe prezencën e familjes. Ato kujtimet e vogla që krijojmë, ne kemi një nga kujtimet më të bukura që kemi është si familje kemi krijuar një kabanoz të vogël ku çdo ditë gjatë vitit, atëherë kur mundemi, vajza jon e krijoi dhe ne pastaj e mbushim të gjithë bashk. Fusim letrat vogla me gjërat për cilat jemi mirënjohës. Edhe kjo është një nga kujtimet më të bukura që kemi, se pastaj në fund të vitit e hapim dhe lexojmë për çka kemi qenë mirënjohës gjatë gjithë vitit. Një nga traditat e bukura dhe nga kujtimet e bukura që kemi është edhe babagjyshi sekret e quajmë ne, ku marrim emrin e njërit prej anëtarëve të familjes dhe i bëjmë një dhuratë sekrete dhe pastaj duhet ta zbuloj, e gjitha e orientuar drejt lumturisë së fëmijëve edhe kënaqësisë në këtë atmosferë të veçantë festash. A i vazhdoni traditat njësoj si në vitet e kaluara? Po, një nga vendimet që unë kam marrë pas asaj që na ndodhi dhe pas largimit nga jeta të Gertit është që të gjitha traditat do t'i vazhdojmë njësoj, sepse ne jemi të gjithë bashkë sidoqoftë, ndonë ai nuk është fizikisht me ne. I vazhdojmë po njësoj edhe më të forta se përpara. Cili është mesazhi për dashurinë, për forcën, qëndrueshmërinë që ju sjell ky dhjetor? Vazhdon të jetë një vit i vështirë, vazhdon të jetë një dhjetor i vështirë. Në kohën e festave e ndjejmë edhe më shumë mungesën e atyre që nuk janë fizikisht pranë nesh, por është e rëndësishme të kuptojmë që, siç thuhet edhe në Bibël, 3 gjëra kanë shumë rëndësi në jetë: besimi, shpresa dhe dashuria. Edhe më e madhe ndërto është dashuria. E rëndësishme jo vetëm dhjetor, por në çdo ditë të vitit.
është ajo dashuria që ne kemi për njëri tjetrin edhe që duhet t'ia shprehim njëri tjetrit çdo ditë. Dhjetori është shpesh muaj reflektimesh. Cili ka qenë mësimi më i madh që ke marrë nga ky vit? Në fakt kam marrë shumë mësime të reja dhe të vjetra nga ky vit. Mësimi kryesor që kam marrë është që ndonjëherë përballemi me sfida të cilat nuk i prisnim, me njerëz të cilët nuk na duan apo na sulmojnë pa arsye, që na krijojnë sfida të reja, të cilët na pengojnë për të ecur përpara ashtu siç do donim, dhe mësimi që kam marrë është që të gjitha këto sfida duhen lënë mënjan dhe ne duhet investojmë tek ata njerëz në jetë të cilët realisht vlejnë, të cilët na duan dhe të cilët e meritojnë kohën tonë, jetën tonë dhe të gjithë dashurinë tonë. Të gjithë këta njerëzit e tjerë duhet në një farë mënyrë t'i largojmë dhe të mos u kushtojmë kohë dhe të sfidat t'i përballojmë me ndihmën e atyre që realisht na duan dhe i kemi realisht pranë. A ka një moment të veçantë që e kujton me emocion nga ky vit? Ka patur momente shumë të veçanta edhe ky vit. Momentet më të bukura që unë kujtoj është që janë njerëzit të cilët duke më njohur dhe duke mos më njohur, më kapin në rrugë, më përqafojnë, edhe më thonë që e di që nuk na njeh, po doja thjesht të t'jepja një përqafim. Edhe kjo ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, një mbështetje dhe një dashuri e jashtëzakonshme që kam marrë në çdo cep të Shqipërisë dhe një mbështetje e jashtëzakonshme për cilët unë jam shumë mirënjohëse. Cilët kanë qenë njerëzit që të kanë mbështetur dhe frymëzuar më shumë gjatë këtij viti të vështirë? Patjetër si gjithmonë familja ime, prindrit e mi, vlla, motra ime, të parët gjithmonë fëmijët e mi që më frymëzojnë edhe më fuqizojnë çdo ditë, sa herë hap syt dhe i shoh aty në krah tim. Më kanë frymëzuar dhe mbështetur shumë të afërmit e mi, kolegët skuadra ime, të cilët nuk janë vetëm njerëzit me të cilët punoj, po janë bërë pjesë e familjes time. Dhe siç e thash, të gjitha ata njerëz, të njohur dhe të panjohur, të cilët kanë qenë një mbështetje e jashtëzakonshme dhe nuk e kanë kursyer kurrë mbështetjen, dashurinë dhe fjalët e mira në këto kohë të vështira. Gjatë angazhimit tuaj publik, ju keni zgjedhur të jeni një nga njerëzit që e ngrenë më shumë zërin për padrejtësi apo problematika të ndryshme në Shqipëri. Megjithse shpesh, ata që ngrenë zërin janë pikërisht ata që janë objekti sulmeve të menjëhershme nga të gjitha anët. Pse keni zgjedhur ta bëni sidoqoftë dhe a keni menduar ndonjëherë të heshni ose të mos reagoni për problematikat që ka vendi? Është gjithmonë më e thjeshtë të heshtës edhe të vazhdosh jetën tënde, të mos reagosh për problematikat, për padrejtësitë, por unë kam zgjedhur të mos e bëj, sepse kam zgjedhur të ngres zërin për gjithë ato gjëra që më duken të padrejta dhe për gjithë ato gjëra që unë mendoj se mund të përmirësohen, sepse nëse ne nuk flasim, asgjë nuk përmirësohet. Kështu që e kam parim që çdo gjë që mendoj se mund përmirësohet, duhet ta them dhe duhet punoj më sa mundem dhe të kontribuoj më sa mundem që ajo të ndodhë. Patjetër që është e vështirë, ashtu siç e the shpesh, ata që flasin më shumë janë dhe ata që sulmohen më shumë, por unë kam zgjedhur që të flas derisa të kem zë, kështu që do ta bëj këtë gjatë gjithë kohës. Si drejtuese e rrjetit Barazi në vendimarrje, ju keni punuar ndër vite me të gjitha partitë politike për promovimin e vajzave, grave në politikë dhe në vendimarrje. Çfarë ju ka shtyr për ta bërë këtë? Siç e thash, unë besoj fort që ne duhet të flasim për problematikat dhe sidomos vajzat dhe gratë duhet të kenë një zë dhe duhet ta përdorin zërin e tyre në mënyrën e duhur dhe ku më mirë se sa në politikë dhe në vendimarrje, zëri i tyre duhet të dëgjohet, duhet të jetë sa më i lartë, sa më i bashkuar për gjitha problematikat e komunitetit, jo vetëm për vajzat dhe gratë. Që unë besoj fort se vajzat dhe gratë në politikë mund ta bëjnë ndryshimin, besoj fort se njerëzit e mirë në politikë, ata me integritet e me vlera mund ta bëjnë ndryshimin. Edhe prandaj kam zgjedhur të kontribuoj në këtë kuptim, duke u munduar që t'ju jap atyre një mbështetje, atë mbështetjen që do doja edhe unë që të ma jepnin kur luftoja për diçka të drejtë. Cili është mesazhi që u jep vajzave që ndihen të pasigurta për të marrë një rol drejtues? Mesazhi im është patjetër që drejtimi, leadershipi do guxim. Ndonjëherë ne mendojmë, edhe sepse shoqëria në një farë mënyrë na ka frymësuar të tilla që duhet jemi
perfekte, duhet të jemi super të sigurta, duhet të jemi super të sakta në momentin që ndërmarrim një hap. Po në fakt ajo që kam mësuar në jetë është që i pari është guxime dhe vetëm me guxim hidhen hapat e para dhe më pas ti mëson vetë rruga të gjitha hapat e tjera. Kështu që duhet të kenë guxim për të folur, për të marrë role drejtuese, sepse eksperienca ka treguar që aty ku vajzat dhe gratë marrin drejtimin ka shumë zhvillim, ka përmirësim, edhe pse jo, edhe në Shqipërinë tonë kemi shumë nevojë për zërin edhe leadershipin e vajzave dhe grave në çdo fushë. Cila ka qenë arritja më e madhe që keni patur kohët e fundit në aktivizëm dhe në punën me gratë? Duket sikur ne që punojmë fort në këtë lloj sektori nuk kemi arritje të qëndësishme, po në fakt kemi patur shumë, kam patur fatin shumë të mirë që të punoj me vajza dhe gra nga partitë ndryshme politike të cilat janë bashkuar për kauzat përbashkëta. Vetëm para një viti ne arritëm që të ndalonim që kuota e vajzave dhe grave në vendimarrje si kandidate nga partitë politike të mos hiqej, po të qëndronte aty, që të kemi më shumë vajza dhe gra në parlament. Një nga eksperiencat më të bukura me 61 aleancat e këshilltarëve bashkiake që kemi ngritur në 61 bashkitë të Shqipërisë, është kur ato së bashku për te partive politike kalojnë nisma dhe buxhete për gratë dhe vajzat e tjera të komuniteteve të tyre, qoftë gratë dhe vajza në nevojë, qoftë gratë kryefamiljare, fëmijët e gjithë komunitetet. Dhe këto janë arritje të vogla në cilat përmblidhen në një kënaqësi shumë të madhe dhe një atë që ne e quajmë suksesi në punën tonë është pikërisht ky, të arrijmë t'i vëmë në lëvizje që ato të jenë realisht zëri i atyre grave dhe vajzave të cilat nuk kanë zë. A ka ndonjë nismë, frymëzim ose bashkëpunim që publiku mund të presë nga ju vitin që vjen? Ka, në fakt vitin që vjen ne kemi përtej punës që do ta vazhdojmë padyshim, të gjithë punës që bëjmë në të gjithë Shqipërinë edhe në rajon, në Maqedoninë, Kosovë, në Malzi. Do të kemi edhe një nismë interesante ku do të krijojmë një qendër për të gjithë ato vajza dhe gra dhe për gjithë ata të rinj të cilët do duan që të aftësohen më shumë në pjesën e leadershipit me vlera, me integritet, por edhe në leadership në fusha të tjera që kanë interes për ta. Kjo është një nismë e re, do të jetë sfiduese, por është një projekt që na jep emocion për vitin e ardhshëm. Çfarë ndodh pas kamerave të aktivizmit? Si është Edlira në jetën e përditshme si nën? Edlira në jetën e përditshme është si gjithë nënat e tjera, çohet në mëngjes, bën gati fëmijët për në shkollë, gatuan, shpenzon kohë me ta, i çon njërin në një kurs, tjetrin në një kurs, mundohet që të kaloj sa më shumë kohë me ta, është një njeri po aq i angazhuar jashtë shtëpisë edhe brenda. Mundohet që të mësoj receta të reja me ajrën, sepse asaj i pëlqen shumë të gatuaj. Mundohet të kaloj kohë me lojra matematikore me Reinartin, sepse ato janë pasioni i tij. Mundohet që të bëj sa më shumë nisma edhe lojra të ndryshme, po edhe të jetë prezente gjatë gjithë kohës, edhe duke zgjidhur problemet e tyre, edhe duke bërë detyrat bashkë, edhe duke qenë një nënë sa më e pranishme. Cila është betejë më e madhe që keni me veten? Betejë më e madhe që kam me veten është pikërisht kjo betejë që në fakt e kemi të gjithë. Të zgjedhim rrugën e shkurtër apo rrugën e gjatë. Rruga e shkurtër ajo e përfitimeve të shpejta, ajo e atyre përfitimeve që nuk arrihen në mënyrën e dur, dhe rruga e gjatë ajo e atyre gjërave që ne bëjmë me shumë mund, me shumë përpjekje dhe që na duan shumë më tepër kohë dhe luftë, po që janë realisht më të qëndrueshme. Dhe patjetër që betejë ime me veten është të mos mbetem asnjëherë pa zë aty ku duhet të flas, edhe aty ku realisht jo vetëm unë, po të gjithë njerëzit që kam rrotull të zgjedhin atë rrugën që është më e vështirë apo është më e mira për të zgjedhur. Kur ndjeni më femërore dhe më e fuqizuar? Kur shoh Ajrën dhe Reinartin në sy, ndjehem nëna më me fat në botë dhe ndjehem nëna më e fuqishme për të kaluar çdo sfidë që mund të më sjellë jeta, vetëm për shkak të fuqisë që ata më japin. Cila është superfuqia juaj? Superfuqia ime është këmbgulja. Këmbgulja sepse unë jam me origjinë nga Skrapari dhe nga Vlora. Janë dy vende ku
këmbgulja është karakteristikë kryesore, kështu që ka qenë gjithmonë këmbgulja dhe besimi që nëse këmbgul, nëse punon fort, gjithmonë ja del për çdo gjë, qofse mund ta ndërosh, mund edhe ta realizosh. Ku e gjeni forcën dhe frymëzimin më të madh në ditë të vështira? Forcën e gjej tek sytë e fëmijëve të mi, tek sytë e Ajrës dhe të Reinartit, të cilët janë arsyeja për cilën unë jetoj, dhe fuqinë time më të madhe e marr në prerjen e nënës time, sepse ajo është njeriu që më frymëzon dhe më mbështet në mënyrat më të bukura në botë. Cilat janë librat apo mendimet që ju kanë shoqëruar gjatë 2025-s? Ka pasur në fakt disa libra, më kanë ndihmuar edhe në rrugtimin tim në gjatë këtij viti. Njëri prej tyre ka qenë Plani B, është një libër histori në fakt personale, shumë histori e bukur, cilin ja këshilloj gjithë atyre që kalojnë momente të vështira. Tjetri ka qenë është një libër bestseller që me 2 autorë japonez, i cili është quhet Kurajo për të mos u pëlqyer të tjerëve. Kuraja për të qenë vetvetja, për te gjithë atyre gjërave që shoqëria apo njerëzit që kemi rrotull na jep si korniza. Më kanë frymëzuar shumë këto 2 libra. I treti është libri që po shkruan babai im, për cilin unë po mundohem ta ndihmoj, sepse babai im ka qenë gjithmonë një guid, një udhërofyes në të gjithë jetën time dhe në karrierën time. Kështu që jam shumë e pasionuar që dëgjoj dhe ridigjoj të gjitha gjërat që ai ka bërë në jetë dhe që po mundohet t'i përmbledhi në një libër të thjeshtë, por shumë të frymëzues. Cili do të ishte mesazhi juaj për vitin 2026 për lexuesit e Bordeaux? Unë do doja ti thoj ashtu siç i them vetes her pas here që këtë fund vit të marrim pak kohë për veten, të dalim para pasqyrës dhe të mos harrojnë se ai njeriu që shohin pasqyrë është njeriu që i do më shumë, edhe është investimi më i mirë që mund të bëjnë ndonjëherë në jetën e vet. Investimi tek vetja, investimi tek fuqizimi i vetes, investimi tek dashuria për veten, janë ato llojet e investimeve të cilat nuk na zhgënjejnë kurrë. Kështu që ta duan pak më shumë veten, të investojnë pak më shumë tek vetja dhe të mos harrojnë që gjithçka për cilën punon mund të arrihet edhe në vende të vështira si kjo Shqipëria jonë, por me modele edhe me gra dhe vajza shumë frymëzuese siç i shohim në çdo cep të Shqipërisë. Dhe ta gëzojnë çdo moment me njerëzit e dashur, ta gëzojnë çdo ditë, jo vetëm festat, dhe të kalojnë sa më shumë kohë me veten e tyre, me familjet edhe me njerëzit që realisht i duan. Etlira, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve.